si subjekt e kam trajtuar fillimisht në punimin e diplomës, në përpjekje për të gjetë diçka të re, unë rastisa tek mjellma dhe kuptova, do thot, për aq sa shumë e eksplorova, kuptova, do thot, cilësitë ose simbolikat e mjellmës, të cilat transmetonin virtytet më morale dhe më etike, siç janë pastërtia, eleganca, bukuria, partneriteti, dashuria. Kalimin që kam bërë prej te mjellma e bardhë tek mjellma e zezë, do thot ka qenë një kurreshtje imja, e cila për aq sa e studioja rezultoi të jetë shumë e këndshme dhe kuptova se edhe mjellma e zezë edhe e bardha i kanë të njëjtat atribute, mirëpo mjellma e zezë kishte një cilësi shtesë, ajo e madhështisë. Mjellmën e zezë, do thot mjellma ime e zezë është një simbol i madhështisë e cila transmeton madhështinë e virtyteve njerëzore, sidomos do thot kur kuptova se mjellma e zezë është simbol i transformimit ose përqafimit të asaj ndryshimit që ndodh në jetën tonë, ndonse mund të jetë edhe e vështirë. Mjellma e zezë është një krijesë e rrallë dhe shumë e veçantë. Ajo do thot simbolizon thellësinë e madhështisë, misterit dhe fuqinë e individualitetit. Mjellma e zezë është një etikë e thellë ose enigmatike të së bukurës. Ajo për herë të parë, do thot, nuk vëret, mirë po në qoftë se njihet, ajo mahnit. Gjithë madhështia ekziston tek kontrasti i asaj, do me thonë edhe pse është e zezë, ajo nuk simbolizon errësirën, por përkundrazi thellësinë dhe kompleksitetin. Mjellma e zezë është, siç thash pak para, është simbol i transformimit ose i fuqisë, i një bukurie e cila sfidon rrethanat, sfidon atë që për momentin ke dhe të bën që ta përqafosh ndryshimin, ta përqafosh realitetin dhe ti krijosh kujtimet ose vlerat që ke me njerëzit e tu më të dashur nëpërmjet kujtimet si madhështi ose cilësi jetësore. Gjithë këtë cikël unë ja kushtoj të ndjerës time, mamit, e cila fatkeqësisht ndroi jetë, mirëpo ajo që dua të transmetoj te publiku është edhe pse jo fizikisht prezente, mirëpo ajo dashuria për të është gjithmonë do të jetë, mirëpo në një formë tjetër, në formë kujtimesh, në formë trashëgimie që ka lënë ajo tek unë mes kulturës, mes edukatës, principeve edhe mirësisë që ka lënë në shoqëri. Do me thënë, e gjithë madhështia që shihni juve tek këto piktura është madhështia që ajo ka lënë pas. Unë mendoj me që mjellmat e mia, do me thënë, transmetojnë simbolet më të bukura ose më të veçanta të morale, etike të njeriut, siç thash, pastërtia, bukuria, eleganca, dashuria, dhe do me thënë për të treguar gjithë këto vlerat, gjithë këto madhështi që e ndjera ka imponuar, do me thënë, me edukatë dhe me kulturë tek unë, besoj se gjithë këto që nëna ime më ka edukuar, edukuan edhe fëmijët tjerë në këtë mënyrë, edhe unë besoj se arti im ose pikturat e mia janë pikturat të cilat japin këndvështrimin ose japin lirinë publikut të shohin edhe madhështinë e nënave të tyre ose njerëzve më të dashur të tyre.